Konfederata e Sindikatave të Qarkut Shkodër kanë ngritur edhe një herë shqetësimin lidhur me presionin që po ju bëhet mësuesve antar të kësaj sindikate për të firmosur në listat e sindikatave që ata nuk bëjnë pjesë. Nëpërmjet nënkryetarit Anxhelin Kola, Konfederata e Sindikatave të Qarkut Shkodër konfirmon edhe një herë abuzimin që sindikatat e tjera kanë bërë me kotizacionin e mësuesve. Konfederata Sindikatave të Qarkut Shkodër dhe Federata Sindikale e Arsimit dhe Shkencës së rreth Shkodër shpreh shqetësimin tonë se mi antarët tanë në shkolla, si në arsimin e mesëm dhe atat nënveçar, po ushtrohet presion për të detyruar të firmosin në listat e sindikatave që ata nuk bëjnë pjesë. E gjithë antarësia jonë, që në rrethin e Shkodrës është rreth 1200 antar, shpreh solidaritetin e saj në luftën me ato sindikata që pa qenë antar të tyre, pa kohë më parë u ndaluan 1000 lekë për person. Të gjithë antarët tanë nuk duhet të firmosim për asnjë arsye apo mashtrim në asnjë listë që ato i servijnë atyre. Formularët së bashku me firmat e tyre janë në prokurori apo në institucionet që ata kanë kërkuar. Ndërsa lidhur me kontratat kolektive, Konfederata e Sindikatave të Qarkut Shkodër thotë se Ministri i Arsimit ka shkelur procedurat, gjë për të cilën tashmë çështja ka kaluar gjykatës. Gjithashtu, sqarojmë antarësinë tonë se për problemet e kontratës kolektive, Konfederata dhe Federata e Arsimit dhe Shkencës, pasi ka fituar në gjykatën e arbitrazhit, tani është në gjyqë me Ministrinë e Arsimit për shkeljen procedurare dhe kemi besim se edhe këtë betejë do ta fitojmë. Kemi të drejtën tonë me vete dhe ju sigurojmë se shumë shpejt do jemi pjesë e kësaj kontrate në të gjithë nivelet. Në Qarkun Shkodër, KSSH pretendon se përfitimi i dy sindikatave të tjera me listat të mësuesve që kanë nënshkruar kontratën kolektive me Konfederatën e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë është 17 milion lekë të vjetra. Ndërkohë, aktualisht në KSSH Shkodër aderojnë 1200 mësues nga 1700 në total.